Këtu është horoskopi i diel 11 maj 2025. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ditë pozitive për gjithçka. Ndjenjat kanë më shumë rëndësi sot, me peshoren dhe shigjetarin ka më shumë energji. Demi. Keni shumë muaj për të marrë me problemet, por në këtë periudhë do të ishte e rëndësishme të vlerësohen përparësitë e jetës tuaj. Mos se izoloni veten. Binjaket. Keqkuptimet në çift mund të kapërcehen nëse ka vullnet të mirë nga të dyja palët, favorizohen histori të reja. Situata pozitive për udhëtime. Gaforja. Do të dëshironi të merrnit më shumë konsiderat nga disa njerëz që sipas mendimit tuaj ju kanë shkarkuar padrejtësisht. Në dashuri, kërkoni sqarime vetëm nëse ja vlen, përndryshe është më mirë ta ktheni faqen. Luani. Disa probleme shfaqen vetëm në çifte të gjata. Në këto ditë të gjitha problemet mund të shfaqen, zhgënjimet në pritje. Virgjeresha. Mirdita, sot jeni pak të lodhur dhe të arrini të bëni gjithçka është problematike, në çdo rast është në rregull, nëse ka pasur një konflikt në shtëpi mund të përpiqeni ta zgjidhni atë. Peshorja. Pasdite do të ndiheni më të lodhur, gjithashtu kujdesuni për ushqimin tuaj dhe mos u rëndoni gjatë drekës. Ju jeni tërhequr nga njerëz të fortë, por ju nuk mund ta duroni arrogancën e tyre. Akrepi. Ju i keni vendosur vetes qëllimin për të ndryshuar shumë gjëra dhe jeni në një stres të konsiderueshëm. Shkoni sipas mënyrës tuaj, por marrëdhëniet familjare mund të ndikohen gjithashtu. Shigjetari. Kërkohet pak kujdes nga kjo ditë. Lëreni të largohet nëse ka një histori të re, ose mendoni se një miqësi mund të bëhet diçka më e rëndësishme. Tensionet me gaforen apo demin. Britsjapi. Bezdi të vogla në lidhje me burokracinë, duhet të caktoni një takim me një njeri që mund të zgjidhë një problem. Për sa i përket dashurisë, ndoshta do të filloni të debatoni. Ujori. Të jesh në gjendje të pushosh lehtë sot është më e lehtë. Kushtojini vëmendje aspektit ligjor të situatave të caktuara. Peshqit. Ditë interesante. Kërkimi i emocioneve të veçanta duket se favorizohet, rikuperimi edhe në dashuri. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.